Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur mbi 4 ankesat e fundit lidhur me rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të shpallur nga KQZ-ja. Paneli ja ka refuzuar ankesën lëvizjes vetëvendosje që kërkoi të anulohen rezultatet e votimit me postë për Lidhjen Demokratike dhe kandidatët e saj, si dhe kërkoi të përsëritet votimi me postë në tërësi. Në raport me këto pretendime në ankesë, me asnjë provë bindëse nuk i ka dëshmuar se mbi cilat shkaqe e kërkon një gjë të tillë. Pasi anulimi i rezultatit të votimit me postë dhe përsëritja e votimit me postë duhet të mbështeten në dëshmi të qarta mbi manipulim, qoftë me rastin e dorëzimit apo me rastin e numërimit, të cilat shkaqe parashtruesi i ankesës ka dështuar që t'i argumentojë. Vetëvendosja ka pretenduar se në listën e votuesve jashtë janë regjistruar persona me email adresa që janë përdorur shumë herë. Por sipas PZAP-s, ky pretendim ankimor nuk qëndron pasi ka konstatuar se konfigurimi i sistemit nuk lejon edhe nëse është tentuar të votohet më shumë se 4 herë nga e njëjta email adresë. Përmes një reagimi në Facebook, LDK-ja ka mirëpritur vendimin e PZAP-s, tekshtuan se përpjekjet e lëvizjes vetëvendosje për të manipuluar dhe delegitimuar procesin zgjedhor ishin të pabazuara dhe shpërfaqen mosgatishmërinë e tyre për të pranuar vullnetin e mërgatës. PZAP-ja ja ka refuzuar vetëvendosjes edhe ankesën për rinumërim ku pretendoi se në vendvotimet në Skënderaj, kandidati për kryeministër nga radhët e PDK-s, Bedri Hamza, në shumicën e vendvotimeve ka marrë mbi 94 e deri në 100% të votave. Një ankesë është refuzuar edhe PDK-s për gjobën e shqiptuar prej 4.000 eurosh për shkak të shkeljes së kodit të mirësjelljes. PZAP-ja ka refuzuar edhe ankesën e PDAK-LPB që kishte kërkuar anulimin e 211 votave të Partisë Ashkalinjve për Integrim të dërguara me postë, si dhe 108 vota në komuna të tjera që sipas këtij subjekti politik nuk ka fare banor të komunitetit Ashkali. Kundër këtyre vendimeve mund të ushtrohet ankesë në Gjykatën Supreme brenda 48 orëve nga momenti i pranimit të tyre. Sekretari i përgjithshëm i vetëvendosjes Alim Rama tha të martën e interaktiv se nëse u refuzohet ankesa, rastin do ta dërgojnë edhe në Supreme. E pas përfundimit të procedurave ankimore, KQZ-ja certifikon rezultatet përfundimtare, ku më pas hapet rruga për konstituimin e kuvendit dhe krijimin e qeverisë.